Hoxh, nusja vllaut shumë po më xhelozon. Çka po baj unë, apo çka blen edhe ajo u ka fiksu në mu shumë. Allahu të rujtë e motër. Pa alhamdulillah që ajo është fiksu në ty e jo ti në ta. Kjo me kuptu se ti e një hap për para. Ajo të ka pse të xhelozon edhe ka qef çka të blen ti me ble edhe ajo, për arsye se gjanat tua i pëlqejnë se ti din me zgjedh, se ti ke shije, ti ke art, ti kupton se anë çka është e mirë, çka është e keqe. Prandaj ajo të njeh ty. Kjo t'jep me kuptu se ti jeni hap përpara. Apo don që ajo me ble më mirë se ti, apo don që ti me njeh ata. Pse je në hall? Harroj shlirë. Pastaj alhamdulillah, domethënë ato që i blen ti janë sene të mira dhe i pëlqejnë atyne. Pse e komplikon situatën? Pse? Alhamdulillah, nusja vllaut. Ndoshta nuk din ajo. S'di, ka qef qysh ban ti me ba edhe ajo. Kuptoj bre motër, nuset vllaut e ki. Ashtu ta këshyr babën, të këshyr nanën e vllajut e ka jetën me qata. Ke nipa edhe mesa të thojnë, fëmija saj të thojnë hall. Pse gjithmonë na detyrimisht duhet me ju rrejt njerëzit? Pse detyrimisht na duhet me mendu keq? Pse detyrimisht na duhet me i armicu njerëzit që jetojmë me ta, që kemi punë thujse çdo ditë me ta? Ta vëjmë zemrën ma të gjanë, ti mirë kuptojmë për hir të Allahut azza wa jall njerëzit. Falni njerëzit, mirë kuptoni njerëzit.